Ergys, përshëndetje, të shoh, zoti Balla nuk pranoi të fliste për gazetarët. Ola, përshëndetje. Ola, përshëndetje, seanca parlamentare siç duket ka përfunduar pasi edhe kryegrupit parlamentar Tauland Balla, Partisë Socialiste Tauland Balla sapo doli nga godina e parlamentit. Sipas Tauland Ballës do të kthehet më pas për të dhënë një prononcim për mediat për sa i përket të gjithë situatës së sotme, tensioneve në rrethinat e parlamentit pas protestave të qytetarëve. Ka përfunduar ky proces votimi, faktikisht sot ishin 3 nisma ligjore të cilat u diskutuan shkurtimisht dhe u votuan vetëm me votat e majorancës socialiste. Me sa shoh, ky është automjeti i kreut të kuvendit Niko Peleshi, i cili po largohet nga kuvendi i Shqipërisë. Protestuesit ndërkohë shohin nisita Ola nga larg që po vijnë drejt hyrjes kryesore të parlamentit të Shqipërisë. Siç duket edhe ata kanë marrë informacion që seanca parlamentare ka përfunduar dhe të shohim nëse do të kemi incidente apo mësymje. Shoh nga larg nisa që po goditet makinat me shishe ujë. Makina e kryet të parlamentit. Ndërkohë që deputetët të tjerë Partisë Socialiste po dalin nga dalja anësore e godinës së parlamentit. Është një situatë e tensionuar në daljen kryesore të parlamentit, nga ku po del edhe Niko Peleshi, kryetari i kuvendit në mjetin e tij, i cili është sulmuar siç thash, madje vijojnë goditjet me shishe ujë drejt makina e zotit Peleshi po bën prapa ktheu, po kthehet përsëri. Siç mund ta shikoni, po kthehet përsëri pasi si duket është pamundur për të vijuar rrugën me prezencën e protestuesve, të cilët e kanë goditur mjetin e zotit Peleshi, por sigurisht edhe automjetin tjetër,